Tu thënë që askush nuk po e pajson për të vrasjen, e thjesht po i shpjegojmë në mënyrën anën kronologjike të ngjarjeve siç. Ama jo, aspektin emocional dhe psikologjik nuk ishte në rregull se si e shpjegove. Dyshimet në rrjetet sociale janë pikërisht për këtë arsye, pra që një grua ka dalur e plagosur dhe është gjetur një person i cili kishte tentuar, e kishte sulmuar me 7 plag në trup. Pra, shumë e vështirë që një njeri me 7 plag të ketë bërë vetvrasje, e para. Dhe e dyta, sa plag duhet, Faton, se në rastin e Dino Hasajnet që kishte më shumë fashin të kundërtën. Dhe t'je besim që Dino Hasajnet është vetvrarë. Absolutisht. Po ne se shtim tjetër. Po të them të pyetja që e bëre, pse nuk ka. Fillimisht u them që Dino Hasajnet, Festimi Sufi ishte vrarë, ishte gjetur i vdekur me 9 maj. Me 23 maj ka dalë raporti i autopsisë i cili është dërguar edhe familjarëve dhe i cili konstaton pra këtë. Pastaj prokuroria ka dalë me një deklaratë ku thuhet që ne do të mbledhim gjitha provat duke futur këtu në raportin e autopsisë së trupit të Festimit Sufit dhe pastaj do dalmi në një konkluzion gjë që ende nuk ka arritur.